Një humbje e madhe ka prekur komunitetin sportiv të Korçës. Albano Vaso, ish futbollisti Skënderbeu dhe një nga figurat më të dashura të qytetit, është ndar nga jeta duke lënë pas një boshllok të thellë në zemrat e atyre që e njohën. Albano Vaso ishte djali i legjendës së futbollit korçar Teodor Vaso, por mbi të gjitha ishte një njeri i rrallë që fitoi respektin e të gjithëve përmes karakterit të tij të qetë, përkushtimit dhe dashurisë për sportin. Largimi i tij i parakohshëm ka prekur thellë jo vetëm familjen dhe miqt, por edhe të gjithë komunitetin sportiv e qytetar. Ish trajneri Dimitraj Xhambazi e kujton si një djalë shembullor me sjellje të përsosur dhe të dashur me të gjithë. Dhimbja për trajnerin është akoma më e madhe pasi një vit më parë u nda nga jeta edhe babai i Albano Vasos, legjenda e futbollit Teodor Vaso. Albano Vason e kam njohur shumë herët sepse e kam pasur pjesëtar të ekipit të para të rinjve dhe të rinjve. Një Albano, një djalë i mirë, një djalë shëmbëllor në të gjitha drejtimet, aq më tepër që vjen edhe nga një familje futbollistësh si i ndjeri Todo Vaso, që sot ndjejmë edhe më shumë më keqardhje për të dy këta njerëz shumë të mirë të qytetit. Një futbollist që ishte me të dhëna, jo vetëm me ekipin e para të rinjve, por ai është aktivizuar dhe me ekipin e të rinjve. Dhe ajo që dua të veçoj në drejtim të këtij djali kaq të mirë, ka qenë sepse ai kishte një shoqëri dhe shokët e deshtin shumë, që shumë njeri i dashur me të tjerë dhe ishte një njeri që nuk të krijonte asnjë shqetësim. Vdekja e parakohshme, ashtu siç e përmenda e pak më sipër, duke u bashkuar dhe me vdekjen e tij atit para një viti, mendoj që është akoma më e rëndë dhe si mund të themi domethënë që e ndjejmë vërtet domethënë, jo vetëm ne që kemi punuar dhe jetuar me të, por edhe sportdashësit korçar, sepse ai e meritonte për të qenë një njeri shumë i mirë. Ndarja e parakohshme, një keqardhje e madhe, aq më tepër që unë kam edhe lidhje dhe familjare, kështu që më ka ardhur seriozisht, më ka ardhur shumë keq për këtë njeri të dashur të qytetit të Korçës. Largimi i tij i parakohshëm ka prekur jo vetëm ata që punuan dhe luajtën për krahati, por të gjithë qytetin që e njohu si një bir të denjë të Korçës. Renato Rapo, i cili ka luajtur në ekip me të, ndalet e thjeshtësia dhe energjia pozitive që Albano Vaso sillte në çdo moment. Bëhet fjalë për një djalë të qeshur, djalë gazmor, djalë i kompletuar. E rëndësishme vjen nga një familje me emër në qytetin tonë. Është një humbje shumë e madhe për të gjithë ne, bashkë futbollistët, komunitetin dhe në veçanti familjes. Në vitet 80, në 85 deri në vitet 293 ishim bashkë me ekipin e Skënderbeut. Ai erdhi mbas meje, sepse një pak një mase. Shiko, pavarësisht që ishte djali të Vasos, ai nuk donte të ndjeshë që ishte dhe ne kishte edhe vetë si sikleta të pjesë. Shoqërinë edhe brenda ekipit ishte djali i humorit, që pranonte të gjitha, pranonte edhe shakat, pranonte edhe vërejtje. Vaso nuk ishte vetëm një futbollist i Skënderbeut, ai ishte një njeri i thjeshtë, i ndershëm dhe i dashur për të gjithë, një zë i qetë por me peshë që la pas një trashëgimi vlerash në sport dhe në jetë. Sot Korça i thot lamtumir birit të saj të denj, por kujtimi i tij do të mbetet i gjallë në fushë, në tribuna dhe në zemrat e atyre që patën fatin ta njohin.